Të dashur shqiptar, nuk gjej dot fjalë. Kam gjetur origjinën ilire të perëndis Okeanos. Dhe si e bëra këtë zbulim të jashtëzakonshëm, për faktin se në gjuhët kelte, Okeanos shqiptohet gjithashtu me G. Dhe kjo ndodh në disa variante të gjetura në Hellad, që quhet gjuha pellazge. Emri Okeanos gjithashtu shqiptohet me G. Ogen, Ogeanos. Tani, çdo thot Okeanos, e kam mësuar kur kam lexuar librin e Iliadës dhe librin e Odiseas, që të dy librat funksionojnë si abetare. Çdo kapitull i Iliadës dhe çdo kapitull i Odiseas fillon me shkronjën e alfabetit. Kapitujt e Iliadës dhe Odiseas janë 24. E pra 24 janë shkronjat e alfabetit jonik. Këto poema janë bërë për herë të parë në Azinë e Vogël. Mirë po, poema Iliadës është zbuluar që shkruar 400 vjet më herë se sa poema e Odiseas. Ka ngjarje të ndryshme, ka elemente të ndryshme të kulturës që i ndan një hark kohor prej 400 vjetësh. Mirë po, inteligjenca kompjuterike ka zbuluar që të njëjtat vargje që janë në Odisea, të njëjtat vargje janë në Iliad, që përshkruajnë se si lind dielli në Troj. E pra, dielli lind sipas Odiseas dhe sipas veprës së Iliadës nga një lum i nëndheshëm që quhej Okeanos, që rrethon gjithë tokën. Prandaj lind dielli. Ky lum i nëndheshëm është lumi i vdekjes. Ndryshe quhet Akeron. Kjo është çmenduri. Emri Akeron dhe emri Okeanos janë të dy të një llojit, të dashur shqiptar. Kanë kuptimin lumi i vdekjes. Pra dielli kalon në botën e të vdekurve dhe merr me vete të vdekurit shpirtrat e tyre. Prandaj njerëzit i luteshin diellit. Madje në besimin e gjysmëhënës, njerëzit kur perëndon dielli falen para diellit. Bien në gjunjë me fytyrën për tokë. E njëjta mënyrë të falurit është gjetur tek hititët, një popull indo-europian, por edhe tek semitët. Por kjo përpara se sa të lindte perëndia monoteiste. Kjo mënyrë lutje është mënyrë pagane. Lutja e diellit kur perëndon. Atëherë kur dielli shkon në botën e përtejme, kur hyn në lumin e nëndheshëm, Okeanos. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore të dashur shqiptar. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni është e frikshme. Unë kam zbuluar që e njëjta fjalë që përshkruan emrin lum në gjuhët gjermanike, në gjuhën latine, aqua, është gjithashtu aquila, është era e veriut, është dhe emri i shqiponjës. Ky emër është emri i lumit në të gjitha gjuhët europiane. Mirë po, kjo fjalë nuk gjendet në gjuhën sanskrite, kjo fjalë nuk gjendet në gjuhën e Avestanit, është vetëm në gjuhët ilire. Kjo gjendet si emër lumi Aquilo në Apulia, pra është emër i pastër i lirë i mesapëve. Gjendet tek ilirët Veneti, Aquila. Kjo gjendet edhe në gjuhën kelte, por me G. Aegir, ishte perëndia e detit. Kjo është për të qartë. Kjo fjalë gjendet në gjuhën hitite, ekuzi, që do të thotë ai pi. Pra është fjala e ujit. Kjo fjalë gjendet edhe në gjuhën tokariane. Tani zbulimi që bëj unë është madhështor. Jo vetëm që kjo fjalë gjendet në të gjitha gjuhët ilire, por varianti me o gjendet si toponim në vendet slave. Në gjuhën e Homerit, Okeanos ishte një perëndi, djali i Uranusit dhe i Gaias.
Uranosi ishte perëndia e qiellit dhe Gaia perëndia e tokës. Sipas Odiseas në origjinal dhe sipas Iliadës në origjinal, Okeanos ishte një lum i nëndheshëm. Kështu e përshkruan Homeri dhe ja do të tregoj unë në origjinal. Kjo është Odisea, libri 19, dhe këto janë dy vargje identike pik për pik me dy vargje të tjera të gjendura në Iliad. Tani do shkojmë tek Iliada. Të dashur shqiptar, këto janë dy vargjet e Odiseas të gjetur tek Iliada, që përshkruajnë se si lind dielli nga lumi i nëndheshëm Okeanos. Kjo është e tmerrshme. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, e njëjta formulë që përdoret tek Odisea, e njëjta formulë përdoret tek Iliada. Kjo është çmenduri. Tani gjë më e bukur është kjo. Fakti pse Odisea quhet njeri i urryer në Iliad është sepse ai dhe lundërtarët e tij han lopët e diellit, të Apollos dhe të Heliosit. Dhe në të njëjtën mënyrë se si lind Heliosi në Iliad, në të njëjtën mënyrë lind Heliosi tek Odisea. Mirë po, ndryshimi kohor midis Iliadës dhe Odiseas është mbi 400 vjet. Ndryshe ishte kultura në Odisea, ndryshe në Iliad. Por formulat janë identike. Do gjej formulat të tjera identike, fjalë për fjalë. Pra, libri i Iliadës është një abetare me 24 kapituj. Çdo kapitull fillon me shkronjën e alfabetit jonik. Odisea është me 24 kapituj. Çdo kapitull në Odisea fillon me shkronjën përkatëse të alfabetit jonik. Iliada dhe Odisea janë të dyja abetare. Është çmenduri kjo që kam zbuluar, se ka ditur asnjëri më parë para meje. Kjo është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Nuk e bën dot njeriu kur. Dhe të njëjtën origjinë që ka lumi Acheron, lumi i vdekjes, të njëjtën origjinë ka Okeanos. Përfundimisht, emri Aqua, ujë, që është emri i lumit Aquila në Apulia tek Mesapët, po ashtu dhe tek Panonët në Panonia, në Iliri. Ky është lumi i nëndheshëm, lumi i vdekjes ose lumi i zi. Ju betohem. Kalon këtë lum Heliosi dhe merr me vete shpirtrat e të vdekurve. Prandaj, në lashtësi, hititët i luteshin diellit. Bienin me fytyrën përmbys në tokë. Një lloj si të gjithë pasuesit e besimit të gjysmëhënës. Vetëm kanë ndëruar perëndin e diellit me perëndin monoteiste. Por praktika e lutjes është identike për diellin në perëndim. Kjo është dhe tek hebrejt, por është dhe tek hititët. Çmenduri. Iliada dhe Odisea janë abetare. Mënyra si lind dielli në Iliad është një lloj si lind dielli tek Odisea. Është lumi i vdekjes për nga vjen dielli, lumi i nëndheshëm. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë të dashur shqiptar.